Për i vitesh amortizimi I rrjetit elektrik në fshatin Bleranbardha I vjen të jetë një problem shqetësues për banorët. Telat e energjisë janë të dëmtuar, të varur dhe në lartësi të jetë ulët. Banorët shprehen të frikësuar pasi çdo ditë kalojnë në kabllo të dëmtuara, që përbëjnë rrezik serioz për ta, veçanërisht gjatë kushteve të motit të keq. Rrjeti ton zobasht, dhe zop drita ti paguajmë, gjona ti paguajmë. Kemi nësh me I vonë, po si s'po I bojnë. Për rrjetin elektrik kena problem se shtyllat janë të amortizume edhe ka nevojë me u riparue. Janë kohë, shtyllat pishe kanë fillu me u kal, po bjen telat, ka rrezik me met kushën kurant. Duhet me marrë masat me rregullue, me pru shtylla betoni të tel të forte, po e kemi ngrit disa herë. Janë shtyllat dronit kalpta. Edhe ka shumë nevojë për riparim. Këtu s'po mbo kush dorë fare. Banorët tregojnë se ka patur disa raste ku telat janë këputur duke vënë në rrezik jetën e tyre. Po jo frikë për anë telat që aty në tokë ditë mos e bëshim alarm mbetëm në tokë. Po ka pas rast që ka ra teli sa 12 rrugës. Teli korrentit aty e kena bën alarm, më u larguan njerëzit derisa të lidhet. Fiken derisa në transformatorëve. Në frikë, po ka raste delnin atje, falni atë maskodre. Nuk e ke as 5 metër, as 3 metër. Tensionin e nalt. Që ashtu kalon. Amortizimi I rrjetit elektrik sipas banorëve është ngritur disa herë si shqetësim, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike. Banorët bëjnë apel për ndërhyrje të menjëhershme pasi jeta e tyre po vihet në rrezik çdo ditë.